I dashur Bedri, çështja e drejtësisë është çështja më themelore që kanë shqiptarët dhe që për fat të keq e kanë realizuar vetëm ata që kanë të bëjnë me drejtësinë. Pra shqiptarët kanë humbur tërësisht të drejtën themelore të një procesi ligjor të drejtë. Quhet proces ligjor i drejtë ai proces që zhvillohet në përputhje me ligjet dhe brenda një kohe të arsyeshme. Një proces ligjor në gjykata që kërkon 15 vite, siç kërkon sot në Shqipëri, është një proces ligjor i vonuar, inekzistent. Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. Këtë përjetojnë sot të gjithë shqiptarët. Sot janë në sistemin e drejtësisë në të gjitha shkallët janë 230.000 dosje për shqyrtim. Ato donë të paktën 20 vjet dhe po vinë duke u rritur. Është një situatë që te i kalon çdo lloj realiteti në një vend të botës, nuk ekziston në asnjë vend përveç se në Shqipëri. Reforma e George Sorosit, kaq shumë e lavdruar nga sorosizmi, ishte shkatrimi përfundimtar ose mohimi përfundimtar i drejtës shqiptarëve për të patur një proces ligjor. Ne kemi shpallur dhe shpallim se rikthimi i kësaj të drejte, se garantimi i procesit ligjor për shqiptarët është një nga detyrimet tona më madhore. Ne po bëjmë përgatitje, jemi në kontakt me personalitetet shquara botërore në fushën e të drejtës. Si qeveri, do vendosim bashkëpunim të ngushtë me Komisionin e Venecias dhe t'u japim përgjigje në të shpejtë të mundshme të kësaj situate asgjësuese të një të drejtë themelore për shqiptarët e drejta e procesit ligjor. Me gjithë vështirësitë që paraqet, jam optimist. Ka mijëra shqiptarë sot që kanë studiuar në universitetet më të mira të Europës e të botës për drejtësi, por që i kanë dyrë të mbyllura, nuk mund të hynë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri, sepse duhet të kalojnë shkollën e Rakipit. Rakipi është një mafioz, Albert Rakipi, që përdor shkollën e magjistraturë për bizneset vetat. Këto do marrin fund pas 11 majit.